Niveli i ujit në liçenin e Fierzës vjon të bjerë për shkak të thatësirës së zgjatur dhe temperaturave të larta që kanë përfshirë vendin. Prurjet nga lumenj që furnizon rezervuarin më të madh hidroenergjik në Shqipëri kanë pësuar rënje të ndjeshme, duke bërë që niveli i liçenit të zbresë në kuotën 283.89 metra nga 296 metra që është niveli maksimal. Në Hecin e Fierzës aktualisht janë në punë 3 nga 4 agregatët me një fuqi aktive prodhimi prej rreth 300 megawattësh. Përballë situatës së krijuar nga mungesa e rreshjeve dhe rritja e konsumit të energjisë gjatë periudhës korrik-shtator, për shkak të temperaturave të larta, korporata elektroenergjetike shqiptare kanë ndërmarrë masa për të garantuar furnizimin. Kesh ka blerë rreth 331.000 megawatt-orë energji elektrike në treg me një vlerë prej 41.5 milion eurosh. Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve që të përdorin energjinë elektrike me kursim dhe përgjegjësi, duke shmangur konsumin e panevojshëm për të ndihmuar në ruajtjen e një furnizimi të qëndrueshëm.